Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në emisionin Informohu edhe ti. Sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me një figurë të shquar në skenën teatrore të Malit të Zi, e cila njëkohësisht është e njohur si regjisorja e parë e teatrit femër në vendin tonë. Në pyetje është Edina Mustafiq Abdio, e cila ka një karrierë që përfshin projekte dhe performanca të suksesshme. Edina sjell një frymë të re dhe një angazhim të thellë në artin e teatrit. Puna e saj trajton tema të ndryshme sociale dhe kulturore, duke përdorur teatrin si një mjet për dialog dhe ndryshim shoqëror. Do flasim sot për rolin e regjisorit, sfida dhe përgjegjësitë që ky profesion përfshin, si dhe rëndësinë e inkurajimit të të rinjve për të ndjekur këtë fushë. Edina, faleminderit që keni pranuar të bëheni pjesë e emisioneve të televizionit Bojnë. Është gjithmonë kënaqësi të kemi personat e tilla në studio. Shumë faleminderit juve për ftesën. Është kënaqësia e dyfisht e jona të jemi prezent patjetër në qytetin e bukur të Tuzit. Aq më tepër falenderojmë shumë televizionin Bojnë, i cili është gjithmonë krah edhe ndjek punën tonë. Shumë faleminderit. Atëherë të fillojmë pak për fillimet e juaja, do të thotë si keni filluar karrierën si regjisore, a ishte ky profesion diçka që keni dashur që në fëmijëri, do të thotë a ishte ëndra juaj? Çdo profesion është i bukur, çdo drejtim e ka të veçantinë e vet. Mirë po, besoj që gjithë ne si fëmijë e gjejmë vetën diku në përcepat e shtëpisë duke improvizu diçka, po duke kriju diçka, edhe kështu duke u rrit në fakt, nuk e besoja që në fakt do e merrja këtë drejtim, sepse e dini që mungon në qytetin tonë, edhe nuk është që kemi patur kuadro të teatrit apo shfaqje, dhe në fakt është bërë shablon, do të thotë që të ndjekim diçka ndoshta që na propozon dikush tjetër. Mirë po, unë kisha fatin që të kisha përkrahjen e familjes, dhe po prindrit ishin ata që insistojshin që unë patjetër të marr diçka që do të ishte në një farë forme, diçka e cila e ndryshe, e bukur, e aq më tepër siç është arti dhe krijimtaria, në këtë rast regjia. E di se nga ku ju ka lind kjo dëshirë? A ishte diçka që ju ka motivuar, ju ka shtyrë, por thjesht? E thash, do thotë gjithë ne si fëmijë, diku në përcepa të shtëpisë, luajmë, krijojmë diçka. Do të thotë ishte natyrshëm. Do të ishte diçka po natyrshëm. Në fakt besoj që unë e shoh tash edhe nga nipat, nga mesat, ndoshta duke përcjell filma vizatimor, duke përcjell për rolla të ndryshme. E sheh veten duke aktruar në shtëpi, duke luajtur, duke bërë filma në shtëpi, duke luajtur ato personazhe të ndryshme, ato karaktere të ndryshme, dhe në një moment e sheh që okej, je duke u rritur, dhe është diçka pak më serioze, etj. Mirë po, unë isha ajo e cila që e vogël isha antare në ansamblin, atëherë shoqatën kulturore artistike Zana, ku isha valltare dhe isha pjesë e skenës gjithmonë, dhe ky ballafaqimi, ky kontakti me publikun, kontakti me skenën, ishte ajo e cila nxiste dëshirën, vullnetin. Diçka që bëhet drejt për së drejti, është emocion tjetër, është sfidë në vete. Mirë po, kohë pas kohe, okej, hajde ta shohim çka nëse jemi prapa kujtave, nëse jemi ne ata cilët japim indikacione se si të sillemi, si të prezantohemi, çfarë të shfaqim, etj. Atëherë, kemi kohë që të bisedojmë edhe me te, por si që përmendë edhe pak më parë, do thotë ju jeni regjisorja e parë femër sa i përket teatrit në Mal të Zi. Çfarë përgjegjësie është për ju, çfarë do thotë kjo për ju? Gjatë studimeve, derisa ne jemi si student atje, hasim dhe jemi çdo ditë me artist, me ata cilët e din se si funksionon kjo fushë, e din se si sfidat të mirat. Je çdo ditë me artist dhe je atje gjatë studimeve, çdo ditë je në fakt në detyrë. E mbaj mend veten, kur isha duke mendu për mu kthy, do të thotë ishin shumë komente dhe diskutime rreth e rrotull familjarëve të largët,
a ka Ulqini vend për artista në këtë rast? A i mungon, a duhet, a ka pun? Të themi, të dalim direkt në temë. A ka pun kjo fush? Jo paguhet, por a do pranohet? A din qyteti ynë se ç'është regjia, ç'është aktrimi, që janë shfaqet? Dhe në fakt është ai hezitimi a të kthehemi, këtu e din kush jemi, ne unë bashkë me kolegët e mi, si me jetën, si me bashkimin, ne atje sa po kishim krijuar rrethin tonë, sa po kishim krijuar ato bashkëpunimet tona dhe ishim në një vend ku e njihnin punën tonë, e dinin kush jemi, ne e dinim se si çdo gjë funksiononte. Dhe për ne, patjetër që ka qenë me dy mendje, po kthehemi, po çfarë do bëjmë? Dhe e kemi cekur shpesh, patjetër që piksynimi dhe aty ku ne kemi filluar hapat tona të para ka qenë hajde të punojmë me fëmijë, që të fillojmë të edukojmë fëmijët, që nëpërmjet fëmijëve të edukojmë edhe prindrit, të edukojmë edhe familjarët të tjerë, dhe kështu të jetë një farë lloj shkolla e edukimit e para, që të informojmë për regjin, për aktrimin, për shfaqjet teatrale, për magjin që ka skena, që nuk është vetëm një shfaqje, që nuk është vetëm të ulemi, të shohim një shfaqje dhe kaq, por mund të ketë shumë më shumë se kaq, ku nëpërmjet një shfaqje mund të japim mesazhe të ndryshme, edukative, shoqërore, të prekim tema të ndryshme, si për fëmijë, si për të rritur. Do të thotë, për ne ka qenë patjetër sfidë a të kthehemi, sepse do të jetë sikur ne t'ja fillonim nga fillimi. Ndoshta jo edhe nga zeroja, por do t'ja fillonim nga shumë më pas, do të thotë, pa dashur patjetër të mohojmë kur angazhimin maksimal të artdashësve, të cilët gjithmonë kanë qenë në ruajtjen, kulturën, traditat, të këngëve, valleve, të shfaqjeve, siç ka qenë, siç është, do thotë, Muniba Bazi, i cili gjithmonë është marrur me pjesë teatrale, pastaj Musa Hoxha, i cili ka përfunduar për koreografi, është koreograf, do thotë, ata janë munduar gjithmonë dhe ne e kishim pak, e dinim se çfarë do na priste, do thotë në një farë forme, që po duhet të menaxhojmë pak, ndoshta të devijojmë, jo të devijojmë, po të prekim aty ku është pika më e dobët e një qyteti dhe që janë patjetër fëmijët. Atëherë të mësojmë për gjithë ata që nuk e kuptojnë në mënyrë sa më të thjeshtë, dhe cili është roli i regjisorit. Shumë e bukur kjo në fakt, se ne jemi shpesh për intervistat të ndryshme duke folur për punën tonë, për mënyrën se si ne tashmë po japim ndonjë premierë, ndonjë shfaqje etj, por kur nuk kemi patur mundësinë të shpjegojmë ndoshta si një fëmiu se ç'është në fakt ky regjisori. Çfarë bën ky regjisori? Okej, ky është një personazh i cili do vë në skenë një shfaqje, mirë po cili është roli i tij? Cila është detyra e tij përgjatë një procesi regjisorial, përgjatë një procesi përderisa përgatitet një shfaqje. Si është kjo puna? Çfarë fshehet? Po, çfarë fshehet pas? Do thotë, e thash edhe në fillim, çdo profesion është i bukur, çdo profesion është i veçantë, patjetër. Mirë po, më duket sikur kjo pjesa, apo ndoshta ka jemi vetë asaj fushe, pjesa e artit, pjesa e krijimtarisë, është diçka e cila nuk vdes kurrë. Është diçka e cila gjithmonë ka diçka të re për të thënë, ka diçka të re për të sjellë. Siç një piktor që ndoshta të njëjtën pikturë mund të jap frymë të ndryshme. Siç ndoshta një këngë e cila mund të modernizohet, mund të sillet në fryma të ndryshme. Ashtu dhe një shfaqje, ashtu dhe një projekt teatral apo një film mund të konvertohet, të rikthehet, të bëhet pjesë e një publiko. Me pak një publik mund të hyjë në shpirtin e një regjisori, apo ndoshta një artisti, siç është ndoshta një këngëtari, apo ndoshta një piktori. Do thotë, ne shumë thjesht shpirtin ton e plasojmë diku, e hapim para dikujt, dhe kjo është para publikut. Regjisori është ai i cili merr grimca, copsa të atyne
puzzle, si thonë, të atyne kockave që fëmijët sot ndreqin dhe mundohet të rikthej, të ndroj formën e tjerë dhe e bën derisa të përfundoj. Do të thotë regjisor i cili ka një ekip pak më gjanë, duke fillu përveç që është kasta e aktorëve, është edhe pjesa e skenografisë, kostumeve, është pjesa e muzikës, është pjesa e ndriçimit, zërimit. Do thotë ka shumë. Po që ta thjeshtësoj, ne si regjisor, do thotë e para është ajo çka ne ndoshta mundet një regjisor kohëve të fundit, ndoshta jo ta shqetësoj, por është diçka e cila duhet të trajtohet ditëve të fundit. Po e marr pak po ja filloj kështu. Nëse ne sot jetojmë në një kohë ku jeta është bërë shumë e shpejtë, nëse jeta është bërë shumë, jemi shumë të dhënë pas njerëzve tonë të dashur, jo pas njerëzve, jo pas asaj e cila është më rëndësishme në jetë, ndoshta e kemi lënë çdo gjë anash, dhe kështu një regjisor merr dhe trajton një temë e cila mund të jetë ndoshta shqetësuese apo diçka e cila mund të jetë që duhet për t'u vënë në skenë, që duhet për t'u diskutuar për të. Dhe kështu një regjisor merr një temë të saktuar, merr një diçka e cila atë e shqetëson ose mund ta shqetësojë. Dhe ne kështu përzgjedhim një tekst, marrim një tekst ku nëpërmjet librave mund të gjejmë patjetër tema të ndryshme, të cilat mundet të përshkruajnë situatat e përditshme ose patjetër bashkëpunon edhe me autor të ndryshëm dhe e bisedon atë cilën do të kishte dashur ta krijojë, dhe kështu autori bën tekstin. Dhe pastaj është hapi i dytë kur pas përfundimit të tekstit, kur ne si regjisor kemi gjetur tekstin, e kemi shpaluar, vjen ajo pjesa e takimit me aktor, ajo pjesa e njoftimit të personazheve, ku një shfaqje patjetër ka personazhe të ndryshme, karaktere të ndryshme. Këto karaktere duhet të përshtaten pak a shumë, jo me do e mos, por tek ne në Ulqen mundohemi që t'i përshtasim, ndoshta me grupin ton të aktorëve, dhe kështu ne bëjmë përzgjedhjen e aktorëve, bëjmë përzgjedhjen e grupit, pastaj bëjmë përzgjedhjen patjetër edhe personave cilët do të merren me pjesën e skenografisë, kostumeve, dhe kështu formohet një ekip e cila secili i di detyrat e veta, secili e di dhe secili gjatë një periudhe ku ne në fakt i quajmë provat e leximit, provat e tekstit derisa mësojmë tekstin. Kretë kjo është ajo njoftimi i aktorit me personazh. Duke e shkrir këtë tekst, duke munduar ta kthejmë në një realitet, një diçka që është e sodit, diçka e cila mund të kuptohet mirë, mund të pritet mirë. Do thotë, është një proces ku ne në fakt fillojmë secili krijon për vete, secili aktor mundohet që nëpërmjet anës së tij të mbërrijë sa më mirë tek një personazh. Dhe kështu për regjisorin është shumë më e lehtë kur fillojnë këto grimcat, këto puzzle që thash, fillojnë dhe mblidhen, dhe fillojnë formojnë plotësohen, dhe fillojnë krijohet diçka e cila në fund fare ka një mesazh, ka një frym, jep një emocion. Po çfarë roli ka kreativiteti në punën tuaj, do të thotë, si qëndroni ju kreativ dhe si zhvilloni idenë dhe e ktheni atë në një produksion të plotë? E bukur kjo. Kohëve të fundit ne kemi punuar shumë me fëmijë, do të thotë 2 vitet pak para 2 viteve, ne kemi punuar shumë gjatë me të rinj. Dhe kështu nëpërmjet fëmijëve ne kemi zgjedhur prrallat. Shpesh më kritikoni pse prralla janë. Thjesht prralla dhe janë bërë monotone. Do të thotë ne aty e kemi përfundimin monotone. Prrallat janë të bukura gjithmonë. Prrallat është aq sa i duket e lehtë dikujt për t'i krijuar, aq është edhe e sfidë edhe e vështirë. Pse prrallat? Sepse
të gjithë fëmijët janë rritur me përralla, janë rritur me ato karakteret të ndryshme, ato personazhet e tyre të preferuar, dhe kështu nëpërmjet tyre ato besoj dhe kanë shumë lehtë të njihen me karakteret të ndryshme, me ata cilët mund të zhvillojnë imagjinatën e tyre. Unë, gjatë proceseve me fëmijë, mund të them se me fëmijë, imagjinata vetëm sa vjen e shtohet, sepse fëmijët janë shumë të sinqert, janë shumë kreativ, janë shumë të dashur dhe arrin të japin ndoshta edhe ato emocionet që ne nuk mund t'i mendojmë edhe që i kemi të fshehura. Pse thoj gjithmonë që fëmiu është ai i cili duke u rritur fillon dhe ndërton atë karakterin e tij. Ne, në fakt, gjatë punës time me fëmijë, kam parë se sa i bukur është ky profesion dhe sa ne mund të krijojmë nëpërmjet fëmijëve dhe po duke krijuar kështu pralla të ndryshme të bukura që janë të lashta. Do të thotë gjithçka tek fëmia, Gjithçka tek fëmijët. Për momentin, pasi që jemi ende të rinj në këtë fushë, pasi që ende kaq kemi hapësirë deri tani, do thotë shpesh ndoshta po dal nga tema pak, por shpesh na kohëve të fundit na kritikojnë pse nuk po punoni. Ndoshta shumë prej atyre janë ata që thonë që po viun edhe pa asnjë lloj pagese, pa asnjë lloj përfitimi. Mi po sot kohëve të fundit është bërë e vështirë pak jetesa, nuk mund të angazhosh dikënd që të vi dhe përgjatë një procesi 2 muaj, 3 muaj, derisa ne krijojmë një shfaqje, derisa ne gjatë provave etj. Ne në fakt ende nuk e kemi gjetur një burim ku ne të kemi atë përkrahjen kryesore që është gjithmonë është sekur projektet cilat mundohemi të konkurrojmë. Mirë po, ne në fakt ende nuk kemi mbritur të krijojmë një buxhet të mjaftueshëm që ne të krijojmë më shpesh, të shfaqemi para publikut më shpesh, sepse çdo gjë ka koston e vet, çdo gjë i ka ato shpenzimet e veta, ndoshta për dikën është një shfaqje, është sa mund kushtoj një shfaqje. Po ja që një shfaqje mund kushtoj, sepse për realizimin e një shfaqjes është një ekip pak më e madhe se sa 3 veta. Është një regjisor, është një autor që të ndihmon për realizimin e tekstit, është një skenograf, është një kostumograf, janë aktorët, është pjesa e muzikës, dhe ne nuk e di, ndoshta jemi ende të rinj, por nuk e kemi fituar ende atë përkrahjen që ne të mund të realizojmë, po në vit 5 shfaqje. Do të thotë çdo 3 muaj të kemi një premier, të kemi një shfaqje të re. Dhe kështu ndoshta do mund t'ju gjej edhe përgjigjen ku do e gjenim edhe ne kreativitetin, sepse do të ishim edhe ne më të por unë doja të ndërlidhem këtu se si arrihet ajo balanca midis vizionit artistik dhe kërkesave praktike ose financiare të një projekti, do të thotë si arritni këtë? Në fakt, ky është një problem që nuk është vetëm tek ne, është edhe në Shqipëri, është edhe në Kosovë, është edhe në Maltëzi, do thotë kemi parë edhe në rrethina, edhe në qytetet cilat e kanë teatrin ende më të zhvilluar se ne, patjetër. Ne jemi ende të rinj, siç thash, jemi ende të vegjël, ende po luftojmë në atë gjithmonë e kam cekur që ne kemi fituar besimin, që është më e bukur atë publikut, do thotë të prindërve, të familjarëve, gjenerata të ndryshme e njohin punën tonë, e dinë punën tonë. Mi po ndoshta nuk është e mjaftueshme. Ja që nuk është e mjaftueshme, ai besimi i prindërve, ai besimi dhe ajo përkrahja e një publiku i cili kërkon kohëve të fundit na shoh pak më shpesh në skenë dhe të shoh punën tonë më shpesh në skenë. Sepse nëpërmjet punës tonë ne plasojmë, ne trajtojmë, siç e thash edhe më herët, trajtojmë shumë situata të ndryshme ku publiku ynë shpesh na kërkon, kemi nevojë të dalim nga ajo përditshmëria, kemi nevojë të shohim diçka të re, të ndrojmë rutinë. Për momentin ne unë personalisht ndoshta nuk e kam gjetur ende atë përkrahjen maksimale sa i përket pjesës së buxhetit, pjesës së financave. Gjithmonë e kemi cekur që komuna duhet të jetë ajo e cila është në një farë forme dorë djathtë
e kulturës, sepse kultura është pasqyrë e qytetit, do thotë besoj është gjithkohë. Arti, kultura është pasqyrë e qytetit. Do thotë nëse edhe një mysafir i cili vjen nga kudo, nga regioni apo edhe nga shtetet më të largëta, do të njoh kulturën e këtij qyteti. Nuk do të njoh vetëm ushqimin, nuk do të njoh vetëm i kemi rrugët e mira, apo është pastër, apo është mirë, do të shoh edhe frymën, shpirtin e këtij qyteti. Dhe shpirti i këtij qyteti mund të jepet po nëpërmjet artit, kulturës. Pse jo të mos kemi më shpesh edhe ekspozita të ndryshme? Pse jo këta artistë, si të muzikës, si të pikturës, si të... Po e la ana është teatri, sepse është i ri edhe sapo ka fillu mu ndëgjua dhe mu kuptu çka është në fakt. Pse të mos përkrahen, pse mos kemi çdo, jo muaj, po çdo 10 ditë kemi diçka të re, diçka autoktone, diçka origjinale, diçka të prodhuar aty për aty, do të thotë diçka e cila të mos nuk vdes kurrë, do të thotë arti, krijimtaria nuk vdes kurrë, pse mos t'i japim pak frymë? Ne, sa i përket pjesës së teatrit, në fakt ende nuk e kemi fituar, me sa duket besimin maksimal. Por shpresojmë në të ardhmen dhe unë shpresoj se përmes këtyre emisioneve do rritet edhe ndërgjegjësimi i këtyre profesioneve. Të mësojmë përmendet që ju jeni një ekip i plot, por a ka raste ose situata kur ka mosmarrveshje në ekip për mënyrën se si do të realizohet një skenë dhe si menaxhoni ato? Në fakt, është fat kur ke një ekip të bukur, një ekip pozitive, dhe çdo punë shkon me mbar, shkon me bukur, kur ka marrëveshje. Unë kam fatin të kemi ekip shumë të bukur. Nëse filloj t'i përmend, e di që nuk do harroj kënd, por do i përmend patjetër. Ne jemi ekip që për fat të keq, do të thotë, mund të them kështu, nëse e cek që nuk janë të profesionit, dikush e merr si ofendim. Unë e cek shpesh që nuk janë të profesionit, do të thotë janë në shpirt janë artist, mirë po kanë qenë të detyruar të studiojnë për diçka tjetër dhe sot janë në puna, në vende të punës të ndryshme. Kjo është ajo që ne, në fakt në Ulqin, na vështirëson procesin e punës. Do thotë nuk është mosmarrveshja, është vetëm koordinimi i kohës. Për momentin këtu jemi. Sot, mezi arrita ti mbledh të gjithë në ora 16:30 që kemi prova, sot pas dite në ora 4, sepse të gjithë kanë profesion diçka tjetër, sepse të gjithë janë në punë. Kjo është ajo e cila vetëm ne kemi në fakt mangësi, është vetëm bashkimi i cili është i kësaj fushë, mirë po i cili për momentin nuk është në punë, nuk është për fat të keq as ai. Mirë po kjo është e vetmja mangësi, përndryshe është një ekip e cila e do shumë teatrin dhe e di rëndësinë e një teatri, e di rëndësinë e realizimit të një shfaqje, e di rëndësinë e mesazheve të cilat ne në fund çdo herë mundohemi që t'i japim, temat të cilat trajtojmë, dhe kjo është ajo e cila është e bukur, që ata e dojnë dhe unë kam një ekip e cila është gjithmonë e gatshme, edhe nëse nuk kanë kohë, mundohen maksimalisht të bëjnë maksimumin e tyre, si Albana, Blerta, Bashkimi, Amra, Edisi, Arbri, Musa, Muhoja, krejt këta janë ata, Amina, e tjerë, duke mos dashur marrë kërkend. Janë ata cilët mundohen edhe nga puna vetë të lënë diçka mbrapa vetëm që po të realizojmë diçka të re, të bëjmë një shfaqje të re. Kjo është ajo e cila ne në fakt për momentin na mban gjallë dhe kjo ekip e cila mundohemi që nëpërmjet tyre të realizojmë diçka të bukur dhe duke u luajtur që së shpejti do keni mundësinë të na përcjellni me një komedi të re. Qëllimi ynë është që të jetë premiera para festave të fundvitit, të jetë kjo një dhuratë nga ne, kështu për festat e fundvitit. Do jetë një komedi pak më ndryshe se zakonisht siç na kanë parë ne, më reale, e cila do përkas fiks ato temat e përditshme që ne sot i kemi në një forme mangësi. Jemi si presin të shohim. Faleminderit. Por sa i përket ekipit, do të ka patur raste kur keni ndryshuar një ide gjatë procesit të punës, sepse aktoret apo bashkëpunëtorët kanë ofruar sugjerimet tjera? Shiko,
këtu ne mundohem shpesh ta mbaj atë cilën e kam në një farë forme e kam mësim nga shkolla. Një ekip prej 5 vetave, 7 vetave, 10 vetave, secili gjatë procesit të punës, çdo ditë vjen me diçka të re. Çdo ditë vjen me kjo është e mirë, sepse ata sapo kanë filluar të krijojnë, kanë filluar ta përqafojnë atë personazh, këtë shfaqje, dhe kjo është e bukura. Ata ende nuk e din, ata nuk e kuptojnë, mirë po unë e shoh dhe kjo është e bukura që ata e ndjejnë. Por regjisori është ai i cili mundohet, sikur ato 7 veta apo 10 veta, secili të jap diçka të veten, atëherë do të krijoheshin 7 shfaqje. Do dilte nga një koncept, edhe është një koncept i një regjisori, një pikpamjes. Në fakt, ne si regjisor mundohemi të trajtojmë diçka ashtu siç ne na dhemb, ashtu siç ne na vret, ashtu siç ne e ndjejmë, ashtu siç ne mundohemi t'i marrim mirë. Kështu që patjetër që ka bashkëpunime, sugjerime etj, por në fakt kur ne si regjisor e kemi një koncept, e kemi një imagjinat, e shohim disi, e kemi pak vështirë t'ja japim një kahje tjetër. Mund të ndodh, ka pas raste që ka ndodhur. Sidomos me fëmijë, ju thash, sepse ato janë kreativ dhe gjithmonë kanë diçka të re. Mirë po, jo, mundohem që t'jem, në fakt të shfaq vetveten ashtu siç unë e shoh, ashtu siç unë e ndjej. Kështu që për momentin. Të mësojmë tani për sfidat më të mëdha me të cilat përballen, në fakt me të cilat përballet një regjisore në Maltezi, si në kinematografi ashtu edhe në teatr. Cilat mendoni se janë përpos sa i përket aspektit financiar? E bukur kjo, sepse në fakt ne si një qytet i cili sapo është duke u mësuar, mund të them. Shiko, prindërit tanë janë rritur me kinema, janë rritur me shfaqje, janë rritur me frymën e kulturës, artit, dhe ata kanë qenë shumë bukur të edukuar sa i përket aspektit kulturor dhe krijimtarive, mirë po ne, në fakt gjeneratat tona, ne të rinjt, e kemi këtë mangësi, dhe ne në fakt jemi rritur dhe ne e kemi patur mangësi këtë pjesën e teatrit, filmit, etj, ende e kemi sot. Sfida e radhës, sfida tjetër cilën ne në fakt mbesim këtu është, shpesh është ajo temat të cilat ne i marrim për të trajtuar, ose një libër i cili ne e ndjejmë, ne e shohim dhe do kishim dëshirë që ta prezantonim, ose ta shfaqnim, ose ta pasqyronim para këtij publikut tonë. Në fakt, ndonjëherë ndalemi dhe e mendojmë 2-3 herë. Pse? Ndoshta jo friga nga se si do na e shohin, se si do e presin, mirë po nga jo friga që në fakt nuk, gjeneratat tona, po thëmë kryesisht, nuk kanë mbritur ende ta kuptojnë si mund të plasohet një shfaqje, e cila nuk mund të jetë ndoshta vetëm e drejt për drejt, e kafshme, e kuptueshme, por ndoshta mund të ketë edhe ndonjë mënyrë tjetër, moderne, eksperimentale, siç i thojmë ne në termin regjisorial, të eksperimentojmë diçka pak më ndryshme. Këtu ne është ajo ku ne ndalemi nganjëherë edhe mendojmë mirë cilat tema t'i trajtojmë, cilat tema të i shfaqim, cilat tema të i prekim, mos publiku mos të preket, mos ta marrë si ndoshta një mos ta shoh me një sy pak më ndryshe, apo mos të ofendohet, të them me sakt. Në fakt edhe temat të cilat tani jemi duke i trajtuar në komedinë e radhës janë pak sfiduese për publikun tonë, janë pak sfiduese për qytetin tonë. Ndoshta kjo ka qenë në thojza një jo mosmarrveshje, por një diskutim ku aktorët janë munduar konceptin tim regjisorial pak ta ndrojnë, apo pak t'i japin ndoshta një shije pak më të thjeshtë, më normale, por në fakt unë jam ajo cila kohëve të fundit mendoj që duhet të i prekim shfaqjet, të i prekim situatat fiks njështu si janë. Fiks në atë mënyrë se si janë sot
ditëve të sotit. Kjo është njëra ndër sfidat e tjera që një regjisor ndoshta ndonjëherë ballafaqohet me marrjen e një teme, me përzgjedhjen e një teme, me përzgjedhjen e një situate të cilën do ta shfaq para publikut. Qartë. Edina, keni patur një projekt që ndoshta keni dashur aq shumë ta realizoni dhe nuk keni mundur? Ka shumë tekste të ndryshme që ne bashkë me kolegët tanë shpesh i komentojmë dhe kohëve të fundit ne mundohemi të vizitojmë teatrot tjera, të vizitojmë qytetet tjera, të shohim ata cilat çka trajtojnë në fakt ato ditëve të sotit, duke u munduar kështu jo të vjedhim, jo të kopjojmë, por të frymëzohemi nga ata cilët sot po punojmë, edhe ne, pse jo, të ecim hapat e tyre. Shpesh vizitojmë teatrot si të Podgoricës, si të Tiranës, të Prishtinës patjetër, ku ne edhe kemi studiuar. Dhe ne jemi ata cilët mundohemi, do të thotë, të adaptojmë, po çka nëse e marrim këtë shfaqje, edhe adaptojmë, e bëjmë ne e adaptojmë për publikun tonë. Ka shumë shfaqje të cilat neve na nxisin, na intrigojnë, të cilat po mendojmë që shumë shpejt, pse jo, të fillojmë ngadalë, shpesh e komentojmë, fillojmë të mësojmë publikun tonë edhe me një stil tjetër, edhe me një stil ndryshe. Ka shumë drama të bukura, nëna ime është ajo e cila shpesh thotë mos na bëj drama, kemi boll jetën dramë, po unë e dua shumë dramën, e dua shumë këtë pjesën tjetër, ku nëpërmjet situatave dramatike mund të trajtojmë ndoshta edhe jetën dramatike, e cila është ditëve të sotit. Cilat janë mundësit më të mëdha për të zhvilluar karrierën si regjisore në një vend të vogël si Mali i Zi për gjithë ata që janë të interesuar? Kur ke vullnet, dëshirë, dashuri, që është më e para, dhe përkrahje, atëherë gjithçka mundet me u arrit edhe në një qytet e vogël siç është Ulqini. Kështu është në fakt edhe mesazhi, cilën ne kemi arritur ta kuptojmë. Ndoshta sot nuk jemi në kulmin tonë më të mirë, siç kemi qenë vitin e kaluar, por ne mundohemi që patjetër edhe këto sfidat, edhe këto uljet e ngritjet, t'i marrim si shkollë, si mësim, si forcë për të vazhduar edhe pse jo për të sjellë edhe më të mirën se çajo çka kemi bërë vitin e kaluar. Si e shihni, sa janë të interesuar të rinjët në Maltezi për të ndjekur këtë profesion? A është një profesion që ndoshta ditët e sot me tërheq më shumë vëmendje? Kur kemi filluar teatrin e fëmijëve edhe të rinjve në Ulqin, kemi patur diku 47 fëmijë të moshave të ndryshme, të dy gjuhësive, edhe në gjuhën shqipe dhe në gjuhën malazeze. Ky ishte vetëm fillimi. Këta kanë arritur që për 4 vite të jenë po të njëjtit, të mos ikin. Do të thotë për gjatë 3 viteve 4, ata do të thotë kanë arritur që ta duan, jo të zhduken, të shmangen, ta lënë anash. Ne kemi parë që por ç'është më e bukura është ajo përkrahja e prindërve. Do thotë prindërit janë ata të cilët inkurajojnë fëmijët që të ndjekin dhe pse jo shiko, teatri dhe skena nuk është vetëm realizimi i një shfaqjeje. Ata për fëmijët e shihnin dhe kuptonin që është edhe ajo se si fëmijët e tyre nesër nuk do të ngurojnë të thojnë mendimin e tyre para një dikujt i cili mund të jetë një mik i tyre apo do të thotë është ajo ballafaqimi me publikun i ndihmon ata të jenë edhe më të lirë, edhe më inkurajueshëm dhe më pa frika, pa ato, siç i themi ne, më dyshjet të dalin, të shprehin një mendim. Pse jo, ju kanë ndihmuar edhe në mësimet e tyre. Në një shkollë ata kanë arritur të jenë më të mirët, edhe në prezantimin e një mësimi ata kanë arritur të mësojnë se si duhet. Ç'është më e bukura? Bashkëpunimi në grup. Ne do thotë një shfaqje e cila bëhet në një ekip të madh, një shfaqje, një prrallë e cila kemi patur 22 aktorë kanë qenë në gjuhën shqipe, të vegjëlit dhe moshat 7 deri në moshën 10. Do thotë 22 veta kanë arritur të bashkëpunojnë dhe kjo ishte ajo që prindrit më tepër i ka
i ka pëlqyer fakti se si ne punojmë në grup, se si ne, fëmijët e tyre, do thotë, brenda këtyre 4 viteve, për këta 4 vite kanë arritur të ndryshojnë në mënyrë pozitive. Kemi patur përkraje shumë të madhe nga prindrit, nga fëmijët dhe interesimi ka qenë shumë i madh. Por kur ata prindër dhe ata fëmijë arrin në një moshë 13, 14, jo, 17, 18, kur janë tashmë në shkollën e mesme dhe kur është koha për të menduar për çka më gjatë, çka më tej. Kur ata shohin situatën tonë për momentin, ata pastaj tërhiqen dhe kur ndoshta në një forme shohin se si Edina dhe Jeta kanë pritur disa vite për të punësuar, atëherë ata më njëherë tërhiqen. Ndoshta sepse jemi mësuar ti kemi gjërat gati, jo, por nuk e di. Por cili është ai faktori kyç për t'i motivuar ata? Shiko, kur e shohin që, siç e thash, Edina dhe Jeta e kanë patur shumë vështirësi të gjejnë një vend pune, të mësojnë një rrethinë se si të bëjnë një shfaqje etj etj. Ata pastaj të tërhiqen. Kanë shumë vullnet, kanë shumë dëshirë, e dojnë këtë fushë, e dojnë këtë profesion, mirë po kur vjen puna për të studiuar dhe që të jetë profesioni i tyre kryesor, këtu të gjithë tërhiqen. Dhe besoj po kuptohet cili është, do thotë, ku është e meta e krejt kësaj. Çfarë mendoni do të thotë sa i përket teknologjisë, duke qenë se është shfrytzuar në çdo profesion dhe ka, a mendoni se ndihmon apo ndikon sa i përket tërheqjes së brezit të ri drejt regjisurës? Ndoshta në fushat të tjera mund të jetë emet, negative, etj. Mirë po, ne në fakt po na njofton shumë të rinjt, ne po na njofton shumë edhe me botën dhe me mënyrën se si po zhvillohet arti, kultura në vendet e tjera, se si shiko, për ne në fakt nuk është emet, nuk është tepër negative, sepse ne në fakt mund të them që nesër, pse jo, shfaqjet e shumta apo tema të ndryshme të cilat ne mund t'i marrim, janë pikërisht nga ndonjë film i ri, nga ndonjë, dhe kështu duke hulumtuar, duke parë se si po ecën, çfarë po shfaqet nëpër botë, apo ndoshta ndonjë shfaqje teatrale e re, apo ndoshta projekti i ri, kështu ne edhe frymëzohemi në fakt. Por ndoshta duhet të ketë një kufi, do thotë mos të jetë e tepruar, siç po teprohet, dhe të ketë një koordinim, do thotë të jetë në koordinim patjetër secili me vetveten. Po sa i përket edukimit dhe trajnimit të rinjve, do thotë si mendoni se mund të ndryshojë ajo qasja, por çfarë ju ofrohet atyre? Ne në fakt në Ulqen kohëve të fundit e kemi parë që është pozitive kjo pjesa e trajnimeve, kjo pjesa e bashkëpunimeve në grup etj dhe më pëlqen që kohëve të fundit janë hapur shumë qendra të cilat janë informative, janë edukative dhe besoj që patjetër është gjithmonë diçka pozitive dhe e mirëseardhur kur ka qëllime të mira. Po sa i përket femrave, duke qenë se jeni një femër në këtë profesion, si e shihni ju përfshirjen e tyre në regjisurën e Maltëzisë dhe në rajon, do thotë, a mendoni se ka progres në këtë drejtim? Ne në fakt jemi pak më të brishta, më të ndjeshme, më sensitive në këtë rast dhe shfaqjet të cilat janë pikërisht nga femrat, pikërisht nga gjinia femrore janë, mund të them, janë më të pikatura, më të qelluara, temat të cilat jemi edhe nëna, jemi edhe motra dhe i shohim pak gjërat me një pikpamje më sensitive dhe në fakt nuk ka fort dallim dhe nuk është që bëjnë shumë dallime, është regjisor mashkull apo femër, e bukur është se
gjithmonë e përcjellin mesazhin të cilën mundohen ta japin, mundohen temën të cilën mundohen ta trajtojnë, të jetë sa më reale dhe sa më vërtet. Unë mendoj se po, por a mendoni ju se suksesi juaj mund të shërbejë si model frymëzimi për presin e ri të vajzave që ndrojnë? Patjetër, do thotë ne kemi shumë miq shok, tashmë janë bërë miq shok, e kemi pas në zënë sa mund të them, para 4 viteve. Ata cilët kanë dashur të ndjekin rrugën tonë, të shkojnë në Akademinë e Arteve, të shkojnë për aktor, dikush tjetër ka pasur dëshirë të shkojë edhe për regjisor. Por ndoshta kjo situata aktuale nuk do duhet të na të ndikojë të ndikojë dhe të na qes jashtë hekurudhës të cilën ne mundohemi ta përcjellim. Kështu që po patjetër ne jemi, mund të them që jemi shembull për në një farë forme edhe për prindrit, ata cilët do duhej të lejonin fëmijët patjetër të zgjedhin atë që fëmiu mendon që është më mirë për atë. Edhe nëse humb një vit, edhe nëse humb 2 vite, edhe nëse devijojmë rrugë. Më duket se edhe ne kemi pak të metë që fakulteti duhet të përfundohet në kohë, apo ndoshta mos jetë kjo një reklam për Edina thotë që nuk mund të mos përfundohet edhe fakulteti në kohë. E kam fjalën që nëse nuk ndihet i sigurt në drejtimin cilin ka marrur, pse jo të mos pauzoj, pse jo mos të ndroj rrugë gjatë asaj rrugë të cilën ai mundohet, sepse ne jemi në një moshë shumë të re, jemi në moshë 18 vjeçare dhe 17-18. Besoj jemi ende të pasigurt apo nuk e ndjejmë sa duhet atë e cila ndoshta mendojmë që mund të jetë më mira, por ndoshta mund të rezultojë rrugës që diçka tjetër na flen, diçka tjetër na tërheq. Pse mos t'i lejmë fëmijët të rinjt e para të përzgjedhin ata atë çka atyre mendojnë që mund të jetë më e mira. Dhe gjatë rrugës pse jo edhe të ndroj rrugë. Do thotë ne mundohemi të shkojmë, të përfundojmë çdo gjë në kohë, 4 vite studime, gjatë atyre 4 vite studime të kemi notat të gjitha 10-she, por çka dhe nëse ne në një periudhë kohore nuk ndihemi në më të mirën tonë. Kemi patur, domethënë edhe ne të drejtimit. Shpesh e komentojmë edhe me jetën. Unë kam qenë ajo ndoshta që edhe jam ulur në mes të sheshit dhe kam thënë, "Okej, është viti i tretë, unë nuk mund ta përfundoj me sa duket në kohë fakultetin, kam nevojë për pak pauzë." Apo ndoshta secili nga ne, dhe është normale. Dhe jemi ende duke u formuar në një farë forme, jemi ende duke gjetur veten, ndoshta do thotë janë ato momentet ku na duket diçka shumë e vështirë, na duket diçka e paarritshme, na duket diçka e cila është më e madhe se ne, po jo. Do të thonë, çdo gjë e don kohën e vet, e don atë pauzën e vet. Uroj të jemi patjetër një shembull për prindrit që të përkrajnë fëmijët e tyre maksimalisht në përzgjedhjen e tyre. Por do thotë mendoni se gjithmonë është koha e duhur për të gjetur diçka për çfarë ndjejmë apo jo, të punojmë diçka tjetër. Do na zbuloni ato çesin e suksesit tuaj, çfarë u ka bërë ju kaq të suksesshme, apo puna e fortë? Ndoshta ajo dashuria dhe patjetër është përkrahja nga gjithë. Do thotë duhet keni përkrahjen. Shiko, ne në fakt gjithmonë themi po, mundem vet, okay, arri vet. Por në fakt shpesh ndodh që kemi nevojë edhe për që dikush të jap një përgjigje, po, je mirë duke ecur në këtë rrugë, po, ose jo, ndro rrugë. Kemi nevojë për një krah i cili si të familjes, si të personave të cilët janë më dashur, që të na ndihmojmë, të shohim jemi aty ku duhet jemi, apo ndoshta mundemi edhe më mirë. Shiko, çelësi i suksesit secili nga ne ndoshta ju duket sikur kemi arritur diçka mirë, po edhe sikur të jemi në ato majat tona, do kishim edhe shumë për të zbuluar dhe kemi ende për të punuar, për sfiduar veten. Do thotë,
jemi ende shumë të vegjël dhe uroj që do kemi mundësinë, pse jo, nëpërmjet veprave tona, nëpërmjet krijimtarive tona, të shfaqim edhe më të mirën, edhe anët tona të shumë ngjyshme që ne i kemi. Edina, do të si e shit një utarme në regjisurës në Maltezia, mendoni se kjo fushë ka potencial të zhvillohet më tej? Besoj që po, besoj që jemi në fakt duke parë përkrahjen, ndoshta mund të them, të institucioneve të ndryshme, të teatrove të ndryshme, apo të festivaleve të ndryshme që janë duke realizuar. Ne jemi një shtet shumë i vogël dhe kur vizitojmë edhe teatrët e Prishtinës, Prizrenit, Ferizajit, do të thotë është ajo e cila të gjithë mundohen të japin maksimumin, si teatri kombëtar i Malit Zi, si Kids etj. Mundohet secili të bëj maksimumin, të jap më të mirën, të mësoj më të mirën, dhe ndoshta uroj që pse jo të mrim edhe ne të jemi në rezultat me vendet fëqinje. Nuk dyshojnë atë. Nga projektet e shumta, cilat janë disa projekte që ju kanë lënë më shumë bresa gjatë karrierës tuaj? Shiko, shfaqjet studentore janë ata cilat gjithmonë do jenë ato më të sfiduese, më të veçantat, dhe kur është diçka sfiduese, është edhe më e bukur, është më dirisa arrim deri tek realizimi i diçkaje që është teje sfiduese, atëherë edhe ti ndihesh më i përmbushur, edhe ti ndihesh më në një formë edhe më i suksesshëm. Ne kemi si student vitit parë, 18 vjeçar, kemi shkuar nga hiçi, kemi shkuar nga zero, nëse kolegët e mi ishin pak a shumë kishin disa informata, ne ishim mbrapa, dhe më është dashur shumë kohë të zë hapat e tyre. Nëse ata kanë pasur mundësi që çdo javë, çdo 3 ditë të shohin një shfaqje në teatr, dhe pse jo të frymëzohen, të gjejnë një kahje se si ne ishim, unë isha pak më e dobët në këtë pjesë. Dhe kjo ka qenë periudha që unë e cilësoj si më të bukur, ajo periudha e sfidave të ndryshme, ku ti je nga Ulqini dhe ke përpara një grup të aktorëve që janë student, po ashtu janë gjithë nga Kosova apo nga Shqipëria, dhe këto bashkëpunimet, kjo njohja, ka qenë sfidë për ne që të bëjmë rrugë dhe të hyjmë në një shoqëri, siç ka qenë shoqëria e Kosovës, dhe patjetër jemi shumë kënaqur që ende sot na njohin, na vlerësojnë dhe na kërkojnë për bashkëpunime. Me vjen mirë. Besoj gjithë biseda ka qenë frymëzuese, por çfarë mesazhi keni për publikun sa i përket për rolin e një regjisori në shoqëri? Biseda ishte e larmishme, si pozitive, si Ka qenë pozitive, do e lëm pozitive. Mirë po, e thash, e kam cekur edhe më herët që ne në fakt ende kemi nevojë për përkrahje, mirë po dhe për besim, mirë po kjo nuk do t'ishte ajo ku do doja ta përmbyllja. Uroj që të kemi mundësi, e para, ne së bashku të shihemi më shpesh, të diskutojmë më shpesh për ndonjë projekt të ri, për ndonjë shfaqje të re, për aktivitete të reja, të cilat ne do realizojmë. E para, e dyta, uroj që këta të rinj, të cilët sot janë ende duke në mëdyshje për studime, për të ardhmen e tyre, uroj që sa më shumë ne të kemi kolegë viteve që do vinë, të kemi bashkëpunëtor, të kemi artistë rinj, patjetër shqipfolës e para, që ne të mujmë të bashkëpunojmë, të realizojmë shfaqje në gjuhën tonë. Dhe do doja që secili me shumë dashuri, me shumë përkushtim, edhe pse me ulje ngritje, të mos hezitoj kur të ndjek dhe të besoj në vete, ajo është më kryesorja, të besoj që
ne mund të arrijmë diçka dhe po ne mund të bëhemi edhe më të mirë se që jemi sot. Kështu që këtë të ishte ajo me cilën do doja ta përmbyllja. Ne mund të jemi edhe më të mirë se që jemi sot, gjithë ne. Atëherë, për fund të përmendet, do të thotë gjatë bisedës që jeni duke punuar në një komedi, mund të dim pak sa detaje edhe sa i përket punës, se si është duke jetë regjita dhe çfarë është në plan do të thotë sa i përket shfaqjes. Ne për momentin jemi ende në provat e leximit, së shpejti do fillojnë provat edhe në skenë. Qëllimi ynë është dhe dëshira është që të kemi premier para festave të fundvitit. Aty po synojmë që të jemi gati sa më shpejt dhe të jetë kjo një dhuratë për festat e fundvitit, siç e thash edhe më herët, një komedi, diçka relaksuese, diçka e cila prek situatat të përditshme tonat. E para dhe pas festave të fundvitit, pas ndërrimit, do thotë, urojmë që viti 2025 të na gjej duke rrugëtuar me këtë shfaqje, ku kemi dëshirë shumë që t'ja fillojmë nga ju, të vim ta prezantojmë edhe tek ju në Tuzë dhe kështu të rrugtojmë pse jo edhe në vendet fqinje, patjetër duke filluar edhe nga Podgorica, të shkojmë dhe nga qytetet e Shqipërisë, Kosovës. Kështu është qëllimi ynë, dëshira ynë, duke dashur që këtë shfaqje, këtë mesazh, këtë projekt ta shohin më nga afër dhe ta përqafojnë edhe qytetet e tjera të shohin edhe çfarë mund të ofrojë qyteti i Ulqinit sa i përket jetës teatrale. Një lajmërie. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Atëherë, Edina, më mbetet ju falenderoj shumë për ftesën që keni pranuar dhe për këtë bisedë të gjerë dhe frymëzuese. Besoj se keni frymëzuar jo vetëm ata që janë të interesuar në këtë drejtim, por gjithë ata që ndoshta janë në ndjekës të artit si spektator të ti. Atëherë, faleminderit shumë. Lutem, faleminderit sparit juve, Linda, për ftesën dhe për insistimin që të jemi bashkë në këtë mbrëmje të këndshme këtu në Tuzë dhe falenderoj shumë edhe një herë televizionin Bojin, i cili mundohet gjithmonë të përkrah dhe përcjell aktivitetet tona dhe uroj të shihemi shumë shpejt në aktivitetet të tjera. Uroj dhe shumë suksese në projektet e ardhshme. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendjen, mirupafshim në emisione tjera.